Përshëndetje, si gjithmonë ne shihemi së bashku në kuzhinën e Dritare TV. Sot kam përgatitur, domethënë kam menduar se do e përgatisim bashkë këtu, një krostat festive. Pse festive? Sepse do ta zbukurojmë kështu për festat që presim. Po ju tregoj menjëherë se cilët janë përbërësit. Atëherë, do na duhen 500 gram miell, 200 gram sheqer, 200 gram gjalp, 3 vezë dhe pastaj për ta mbushur krostatën, reçel që ne kemi zgjedhur të jetë reçel uleshtrydhe. 3 vezët dhe brumin dhe do të aromatizojmë me pak lëkurë portokalli. Atëherë, kjo çfarë do bëjmë është një ëmbëlsirë e cila bazën e ka pasta frole ose flora, quhet dikur në librat e gatimit ata të vjetrit fare shqiptar. Ky lloj brumi është baza për shumë ëmbëlsira, kështu që mbajeni shënim sepse do ju vlej. Mund të bëni me të lloj gjërash, edhe biskota, edhe strudel. Kështu që mbajeni shënim, ja vlen. Atëherë, fillojmë nga puna. Atëherë, i spostojmë të gjitha sepse do na duhet të punojmë këtu. E kemi pastruar më përpara. Si fillim, derdhim miellin. E mjërvim në mes. Do marrim. Përpara se ta vendosim aty, gjalpin e coptojmë, ta kemi më të lehtë. Gjalpin thjesht duhet ta keni nxjerrë përpara një orë, përpara nga frigoriferi. Nuk është se duhet që ta shkrim, por as i ngurtë fare. E bëjmë copa. Atëherë, e vendosim gjalpin këtu në mes. Sheqerin. Dhe fillojmë e punojmë gjalpin me sheqerin. Atëherë, ndërkohë që jeni duke bërë këtë lloj procesi, do ju duket një gjë shumë e thatë e cila nuk lidhet. Por ne kemi vezët aty dhe kur të jetë krijuar një formë, një përbërje në trajt rëre, pak si rëre lagësh sepse ka gjalpin këtu dhe është goxha gjalp, atëherë do të bashkojmë edhe vezët dhe pas asaj nuk do na duhet ta punojmë shumë. Dhe në qoftë se do të shihni që gjalpi duket nuk është bërë në mënyrë homogjene i gjitha, po duken pjesë e copëza gjalpi nëpër të, aq më mirë. Në momentin kur do piqet, ajo do jetë super e shkrifët dhe ne këtë duam, sepse krostata në fundit është si një biskot e madhe e pjekur, edhe me reçel përsipër ose mund t'i vini edhe krem përsipër, është në varësi të preferencave tuaja. Okej. Tani e kemi pothuajse gati. Do të bëjmë përsëri këtë vrimën në mes. Do të vëmë 3 vezët tona. Okej, kështu. Dhe do të rrezojmë. Marrim një pirum. E bëjmë pak kështu përpara se të veprojmë edhe me duar.
është fiks momenti mos haroj për aromatizuesin. Bëjmë këtej nga pjesa e imot. Vetëm kujdesuni që të bëni kështu, ta grini deri në këtë pikë. Rrotullojeni portokallin ose limonin, por që të mos dalë ajo pjesa e bardhë, sepse pastaj do ta hidhëronte. Do i marrim vetëm aromën. Ndërkohë e shihni që brumi fillon e lidhet dhe ndryshon edhe ngjyrën. Vezët i japin një ngjyrë të bukur të verdhë, ndërkohë që portokalli dha aromën dhe ndihet. Edhe ju kur ta bërni në shtëpi do e ndjeni. Ky brum ndryshon pak konsistencën e tij, fortësinë, në varësi të ngrohtësisë që ka ambienti, ose të stinës. Nëse do ta bëni në ver, do ta shihnit që do të ishte shumë më lehtë për ta punuar, sepse do të ishte shumë e butë. Shumë e butë. Tani është pak më i fortë, por në fakt kjo na jep dorë pastaj kur ta presim dhe t'i japim formën, sepse kur është shumë e butë, nuk ja jep dot formën kollaj. Në momentin që të gjitha këto do të mblidhen me njëra tjetrën, unë do ta ndërpres punën me brumin, sepse nuk duhet ta punojmë shumë, siç thash që në fillim. Që të jetë me shkrifët, duhet punuar sa më pak. Domethënë deri në momentin që të gjithë përbërësit do të lidhen me njëri tjetrin. Aq, pastaj ndërpritet. Atëherë, ky është brumi, baza për krostatën. Tani do ta mbështjellim me qesa dhe do ta lëm për gjysmë ore në frigorifer. I japim një formë të tillë që të mos e kemi pastaj të vështirë dhe të mos thërmohet kur ta punojmë më vonë. Drejt e për frigorifer. Iku një gjysmë orësh në frigorifer. Brumi tashmë është forcuar, është gati. Unë ndërkohë kam prerë 2 letra furre, madhësim pak a shumë se sa do të hapet brumi. Do ta vendosim midis 2 letrave dhe kjo do të na e thjeshtëzoj hapjen. E vëm kështu. Atëherë, një sekret. Kur brumi bëhet goxha i fortë, duhet që të mos e bëni kështu. Pse? Sepse krijohen çarje nëpër të dhe nuk është bukur pastaj estetikisht. Shihem një lloj mbetet e njëjta. Çfarë i bëhet? I bëhet kështu. E rrahim. Gjithsesi, ne do ta provojmë një herë ta hapim sepse ky yni është në temperaturën e duhur. Duket që është hapur mirë, rreth gjysmë centimetri. Aq do hapet. Pak e hollë sepse biskota do fryhet, gjalpi do bëj punën e vet. Atëherë, marrim tavën ku do piqet. Ja pra. Duhet të jetë kështu e hapur edhe më shumë se sa gjerësia e tavës. Është okay, tani do e transferojmë këtu për ta pjekur. Voilà. Shikoni sa ngjyrë të bukur që ka. E vendosim kështu. Dhe do e kthejmë. Hopla. Kjo ishte. Përfitojmë që kemi këtë letrën dhe e bëjmë akoma me dorë, e shtypim që të shkojë në vendin e vet.
ngjisheni mbas anëve. Që në fund, kur ta nxjerrim të ketë edhe këto dredhëzat e bukura anash që ka vetë tava. Domethënë do marri formën e saj. Okej, në këtë pjesë. Këtë operacion normalisht mund ta bënit edhe kështu, edhe pa letrën, no? Por mund t'ju ngjisni duart dhe nxehtësia e duarve do të bënte që brumi të lëshohej dhe do të ishte më e vështirë për ta punuar. Në këtë mënyrë, ja. Juve e punoni shumë mirë dhe nuk keni fare kontakt. Tani është momenti ta heqim me kujdes. Koni sa bukur del. Hopa. Kjo ishte. Tani, këto anët do i presim dhe brumi që do mbetet, ne do ta përdorim për të bërë ca biskota të bukura lart me forma në mënyrë që kjo të jetë një krostat festive. Do ta pres diçka më poshtë se sa bordi i tavës, sepse kjo do të fryhet. Nëse nuk keni ndërmend të bëni këto biskotat me forma sipër zbukurime të tipit të ripa që të ngjajë si një rrjet si për reçelit, ose biskota të çfarëdo llojshme, mund ta mblidhni brumin me një qese telefoni, ta vini në ngrirje dhe mund të rrijë aty edhe për javë. Në momentin që do ta përdorni, e nxirrni, e punoni dhe do të jetë fantastike. Okej. E heqim. E ngjeshim edhe pak kështu. Këto do ta punojmë. Dhe do bëjmë biskotat tona, e vendosim këtu. Ndërkohë, me ndihmën të një piruni, do të bëjmë ca vrima të vogla kështu. Që krostata të piqet mirë, pra biskota këtu, dhe të mos krijohet ajo fryrja, që në momentin që fryhet edhe ngrihet, pjesa poshtë mbetet e pa pjekur mirë. Okej. Atëherë ka ardhur momenti që të hedhim përsipër reçelin. Ne sot kemi zgjedhur reçel lule shtrydhe. Edhe për faktin se është i bukur, ka një ngjyrë të kuqe, shija po e po, që tani do e përhapim. Një shtresë e hollë mjafton. Për krostata të tilla, për këtë lloj ëmbëlsiresh, bëm shumë mirë punë edhe për vedeja, do me thënë nuk është se duhet që të jetë me kokra domosdo, madje më mirë këto reçelrat ku gjithçka është e grirë, sepse bëhet në më uniforme edhe për hapja këtu. Krostata edhe kështu mund të quhet e përfunduar ose gati për në furrë. Por ne do ta bëjmë edhe një çik më të bukur, ta zbukurojmë dhe unë kam marrë dy forma biskotash, një yll edhe një pemë të vitit të ri ose të Krishtlindjeve, quajeni si të doni. Me këto unë do bëj ca biskota me atë brumin që hoqëm këtej rreth e rrotull, të cilin e futa përsëri në frigorifer derisa që të ngurtësohet pak ta kem më të lehtë për ta prerë. Dhe tani do të shkoj ta nxjerr dhe do të bëjmë format e biskotave. Atëherë, e morëm edhe brumin që duhet për biskotat, është ngurtësuar, këtu duhet pak punë muskujsh. Duhet ta hapim mirë. Që të na dalin mjaftueshëm biskota për ta dekoruar.
Fillojmë me yllin, si fillim. Vëm një yll në qendër. Kështu. Tani ylli aq na duhej, tani do vëm pemët. Atëherë tashmë mund të quhet që krostata përfundoi. Para përgatitjen tani do piqet në 180 gradë, ëmbëlsirat në 180 gradë, jo më shumë. Kur të shihni që kanë marrë një ngjyrë të artë të bukur, janë bërë kërce, atëherë mund ta nxirrni, mos prisni që ky lloj brumi të jetë të forcohet ose të skuqet shumë. Pse? Sepse pjekjen pothuajse e vazhdon edhe pasi e keni nxjerr nga furra. Më vonë fillon, kur të ftohet, fillon që merr tamam atë trajtën e biskotës, forcohet pak. Në furrë, prej gjalpit të shumë që ka, vazhdon të jetë i butë. Krostata është gati. Kjo pra është. Mos prisni, këshill kjo, mos prisni që të bëhen të kuqe këto pjesët sipër, yjet dhe pemët në rastin ton, ose në qoftë se ju do doni të bëni shirita dhe të krijoni atë rrjetën klasike që kanë sipër krostatat. E kuqe duhet të jenë, më thënë të kuqe rremta që tregojnë pjekjen e mirë, duhet të jenë vetëm bordet këtu të brumit këtej rreth e rrotull. Tani është gati. Përpara se sa ne të fillojmë të ham, të provojmë atë se çfarë gatuam sot, unë po falenderoj sponsorët tanë, të cilët janë Inder Horeka, Aza Electronics dhe Ujë Tepelena. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që na ndiqni gjithmonë dhe unë do ju lutesha për të gjitha kritikat, falenderimet, nuk e di, çfarë të doni juve, pyetjet që keni, të na shkruani në faqet në Instagram të Dritares ose në Facebook dhe në platforma të tjera. Faleminderit.